Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tironalinin këtu në kanalin ton, Rrëfi me jete për të ndarë letrën të radhës. Në fakt dua të ndaloj tek një ngjarje që ka ndodhur në qytetin e Shkodrës. Ditën e djeshme të gjithë u tronditëm nga një histori që në fakt na rrëmbeu të gjithëve. Nëna 24 vjeçare, e cila humbi jetën bashkë me 2 fëmijët e saj, që u doqën brenda një shtëpie të vjetër. Unë kam arritur që të marr informacionet e fundit për kë familje bëhet fjalë dhe pse ka arritur situata deri në këtë stad. Ka disa lajme që i lexon dhe vazhdon ditën. Ka disa lajme të tjera që të bëjnë të ndalosh. Dhe ka tragjedi që në të vërtet të lënë pa fjalë. Ngjarja e rëndë ndodhur ditën e djeshme në fshatin Domen të Shkodrës është një prej atyre tragjedive që të vret shpirtin vetëm duke e dëgjuar. Një nën vetëm 24 vjeçe dhe 2 fëmijët e saj të mitur nuk janë më. 3 jetë të humbura brenda pak minutash. Një nën, një fëmijë vetëm 3 vjeç, edhe një tjetër vetëm 1 vjeç e gjysmë. 3 njerëz që pak orë më parë ishin pjesë e një familje. Kishin një shtëpi, kishin një jetë dhe kishin njëri tjetrin. Por një zjarr i tmerrshëm do ta kthente atë shtëpi në një vend tragjedie. Sipas informacionit paraprak të policisë, rreth orës 13:10 në fshatin Domen të Shkodrës, ka rënë zjarri në një banesë në pronësi të shtetasit B.Q me iniciale. Flakët përfshin banesën dhe shërbimet e policisë dhe zjarrfikësit shkuan në vend ngjarjes sapo morën njoftimin. Por ajo që gjetën ishte një skenë tragjike. Nëna 24 vjeçare dhe 2 fëmijët e saj nuk mundën që të dilnin nga banesa. Ata humbën jetën dhe sot një familje është përballur me dhimbje më të madhe që mund të përjetojë një njeri. Humbjen e 3 njerëzve të dashur në të njëjtën ditë. Për nënën 24 vjeçare, deri tani janë bërë publike vetëm të dhënat paraprake. Emri i saj plot nuk është bërë publik. Ajo identifikohet nga autoritetet me inicialet B.Q. Por pas këtyre 2 shkronjave, fshihet një nënë, një grua e re, një njeri që kishte përpara një jetë të tërë. Një nënë që në të vërtet kishte 2 fëmijë të vegjël. 2 fëmijë që kishin nevojë për të. Një fëmijë 3 vjeçar, që ende ishte në moshën kur bota kuptohet përmes duarve të nënës. Dhe një foshnjë vetëm 1 vjet e gjysmë, ende shumë i vogël për të kuptuar se çfarë ishte bota jashtë krahëve të nënës. Sot të 2 ata fëmijë nuk janë më. Dhe ajo nën nuk do t'i marrë më në krah kurrë. Nuk do t'u jap për të ngrënë, nuk do t'i mbuloj më gjatë natës, nuk do t'u thot më nën është këtu. Një fjali kaq e thjeshtë, por që sot merr kuptimin e tmerrshëm. Sepse ajo nën ishte aty, derisa flakët përfshin shtëpinë. Në fakt, unë kam thënë disa fjalë tashmë.
Mendojeni për një moment një shtëpi të zakonshme, një shtëpi ku ka lodra fëmijësh, rroba të vogla, një krevat, një tavolinë, ndoshta një fotografi familjare. Gjërat e vogla për një familje kanë vlerë pothuajse sa një botë e madhe. Dhe papritur, flakët, tymi, panik, një nënë që ndodhet brenda me 2 fëmijët e saj, dera, dalja, sekonda që kalojnë dhe një zjarr që nuk ndalet, nuk di mendes saktësisht se çfarë ka ndodhur brenda banesës, nuk dim se si ka nisur zjarri, nuk dim se pse familja nuk ka mundur që të dalë, dhe pikërisht për këtë arsye, duhet që të presim hetimin e autoriteteve. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për përcaktimin e shkakut të zjarrit dhe dokumentimin e plot të rrethanave. Por një gjë tashmë është e sigurt, një familje është goditur nga një tragjedi e tmerrshme. Sot në vend të zhurmës së fëmijëve në atë banesë ka mbetur heshtja. Një heshtje që nuk mund të përshkruhet me fjalë, sepse fëmijët nuk do të vrapojnë më, nuk do të dëgjohet më zëri i tyre, nuk do të ketë më hapa të vegjël, nuk do të ketë më lodra që lihen në përdhomë dhe nuk do të ketë më dashuri. Dhe një nënë 24 vjeçare nuk do të jetë më me fëmijët e saj pasi që të tre, fatkeqësisht, kanë humbur jetën. Nuk do të ketë më ditëlindje të tyre, nuk do të shohim ditën kur fëmia 3 vjeçar do të shkojë në shkollë, nuk do të shohim fëmijën tjetër duke hedhur hapat e parë. Nuk do të shohim më buzëqeshin e tyre sepse një tragjedi u ndërpreu jetën në mënyrë të dhimbshme. Ndoshta pyetja më e rëndë që mbetet është si mund të humbasin 3 jetë brenda një banese. Kjo është pyetja. Çfarë ndodhi në ato minuta? Si u përhap zjarri aq shpejt? A kishte mundësi për të shpëtuar? A kishte diçka që mund ta kishte parandaluar këtë tragjedinë? Përgjigje duhet t'i jap hetimi patjetër. Dhe është e rëndësishme të mos nxitojmë me përfundime, sepse pas çdo lajmi të tillë janë njerëz real. Janë familjarë që sot qajnë, janë njerëz që nuk do të harrojnë kurrë ditën më të tmerrshme. Janë kujtime që do t'i shoqërojnë për të gjithë jetën. Sot domeni nuk është thjesht një emër në hartë, është vendi ku një familje u përball me një tragjedi të papërshkrueshme. Një tragjedi që na kujton se sa e brisht është jeta, nëna ishte vetëm 24 vjeç, 2 fëmijët ishin 3 dhe 1 vjeç e gjysmë. Mosha kur një fëmijë duhet të ketë vetëm një shqetësim, të luajë, të qeshë, të rritet dhe të jetë pranë nënës edhe babait. Ngushëllim me gjithë familjen dhe qofshin në parajs.